Apo merr formë embrioni një mbrojtjeje bërthamore plotësisht evropiane, fakti që Gjermania do të marrë pjesë për herë të parë në ushtrimet bërthamore French Poker këtë vjesht, siç u njoftua nga kancelari Friedrich Merz gjatë takimit të tij të fundit me presidentin Emmanuel Macron, shënon një hap vendimtar drejt një qasjeje kontinentale të praktikave të reja të sigurisë kolektive. Për momentin, Berlini do të marrë pjesë me forca konvencionale, përsëriti Merz, por është e rëndësishme të theksohet se ambicia e Francës dhe Gjermanisë sot është të ndërtojë një arkitekturë të besueshme sigurie që bashkon të gjitha fushat për të përgjigjur sfidave në ndryshim të Europës dhe peizazhit global në përkeqësim. Gjermania nuk është një fuqi armatosur me armë bërthamore, por po zhvillon një program që synon ta bëjë ato forcën kryesore ushtarake konvencionale të Europës deri në mesin e dekadës së ardhshme. Në një kontekst të pasigurisë në rritje, fitimi i aftësisë për të menaxhuar dinamikat që lidhen me skenarët, në të cilët forcat bërthamore franceze mund të vijnë në gatishmëri, përfaqëson një hap drejt rritjes së integrimit strategjik. Ky veprim ndjek rrugën e përcaktuar nga Franca dhe Gjermania në muajt e fundit dhe mund të rrisë aftësinë e re parandaluese bërthamore të Republikës. Koncepti që qëndron pas strategëve të Parisit është ai i parandalimit avancuar, i cili evoluon paradigmën tradicionale franceze të parandalimit bërthamor, e cila bazohej vetëm në të ashtu quajturën teori të kundërvlerës. Historikisht Parisi kishte një doktrinë autonome të vendosjes që identifikonte vetëm një kërcënim ekzistencial për zonën metropolitane, si skenarin potencialisht të aftë për të bërë që presidenti të shtypte butonin e kuq. Kundërvlera në thelb bazohej në mundësinë e grumbullimit të një numri të mjaftueshëm kokash bërthamore për të mundësuar një përgjigje ndaj çdo lloji sulmi të aftë për të shkaktuar humbje ndaj një armiku potencial që do ta dekurajonte atë nga përdorimi i armëve bërthamore kundër Francës. Në mars, Macron njoftoi një ndryshim strategjik. Qëllimi tani është të zgjerohet ndjeshëm perimetri armatosur bërthamor i Europës, dhe të kërkohen partnerë me të cilët të ndërtohen aftësi koordinimi, si për mundësinë e vendosjes së avionëve luftarak francez të armatosur bërthamor përpara, ashtu edhe për zhvillimin e aftësive konkrete të adaptimit të vendeve aleate për të menaxhuar kërcënimet e mundshme bërthamore. Fillimisht, Franca punoi për të ndërtuar një kornizë politike koherente për të menaxhuar ofrimin e mundshëm të parandalimit për vendet e treta, sipas një procesi që rrjeti evropian i leadershipit shkroi në mars. Ky kuadër është strukturuar në 3 nivele të dallueshme, por të ndërlidhura: një komponent sovran bërthamor francez, një ndarje konvencionale europiane e punës dhe një rrjet dialogësh dypalësh të institucionalizuar. Ky i mbajti çelësat e vendosjes fort në duart e francezëve dhe kërkoi të kuptonte nëse në një të ardhme ku parandalimi bërthamor amerikan mund të mos jetë i garantuar, Mbretëria e Bashkuar mund të kishte gjithashtu fjalën e saj në mbështetjen e Parisit për një ombrellë europiane. Franca, duke qenë jashtë grupit të planifikimit bërthamor të Aleancës Atlantike, që nga koha e generalit Charles de Gaulle, e ka parë bombën atomike si një instrument pushteti, prestigji dhe një politikë të vërtet sigurimi jete për sovranitetin kombëtar. Në këtë drejtim, War on the Rocks, në një analizë të thellë dhe të mirë vlerësuar, theksoi ndryshimin midis propozimit francez për Gjermaninë dhe partnerët e tjerë evropian dhe marrëveshjeve të ndarjes bërthamore që vende si Italia dhe vetë Gjermania kanë nënshkruar me Shtetet e Bashkuara, vendosje e përkohshme dhe jo e përhershme e kokave bërthamore dhe asnjë trajnim francez për një rol operacional në vendimet e vendosjes së ushtrive të vendeve që do të japin dyert e tyre avionëve luftarak Rafale, gur themeli i parandalimit. Deri më sot, rreziku është kryesisht politik dhe mbetet për tu parë nëse fuqitë partnere do të pranojnë një version bar evropian të kundërvlerës, bazuar në garancinë e sigurisë së Parisit, të ofruar në një formë fleksibël dhe të shkallëzueshme, por me udhëheqjen franceze. Mbetet për tu parë nëse ky do të jetë në fund të fundit skenari optimal i parandalimit për vende si Gjermania. Pjesëmarrja e ushtrisë së Berlinit në ushtrimin e pokerit është një hap përpara drejt një modeli evropian të sigurisë që duket se ka strukturuar dy parime. Nga njëra anë ndjekjen e Gjermanisë për centralitet në forcat konvencionale dhe nga ana tjetër udhëheqjen e Francës në parandalimin përfundimtar, parandalimin atomik. A mund të jetë gjitha kjo strategjikisht e qëndrueshme? NATO në Europë në fund të fundit qëndron e bashkuar sepse hegemoni është i njohur dhe i qartë, garantuesi i mjetit të fundit të sigurisë kolektive, Shtetet e Bashkuara. Franca dhe Gjermania po kërkojnë rrugë paralele për zgjeruar një inkubator sigurie europiane dhe çështja bërthamore është e pashmangshme, shkruan Inside Over. Në planin e fatgjat, sfida do të jetë të kuptohet nëse këto trende do të kryqëzohen dhe plotësojnë njëra tjetrën, ndoshta edhe duke kërkuar hapësirën e vetë NATO-s si një zonë përforcimi, apo nëse do të shfaqen rivalitete dhe protagonizma. Rasti i fundit i avionit luftarak FCAS, i cili u fundos pas vitesh tensioni, është një kujtesë boshti franko-gjerman. Në disa raste mund të shkatërrohet. Sfida e forcimit të bashkëpunimit të sigurisë duhet i marrë parasysh këto çështje dhe të paraqaktojë se si t'i adresojë ato.